14 dhjetor 2014, ishte ora 3 e mëngjesit, ku si pasojë një rrëshqitje të një masivi të madh dhe u shkëputur nga një kodër, në vendin ku po kryeshin punimet për autostradën e re Tiranë-Elbasan në zonën e Ibës, disa familje mbetën të pastreha. Shtëpitë e tyre u dëmtuan, u shkatërruan dhe dëmet ishin shumë të mëdha dhe të papërballueshme nga ana e tyre. Si pasojë e gjendjes së rëndë, menjëherë në atë kohë qeveritare drejtues institucionesh përkatëse rentën për të siguruar këto familje, se do të kishin gjithë solidaritetin e shtetit. Duke parë nga afër situatën, zyrtarët premtuan në rikthim në normalitet. Një vit më parë, situata në këtë aks dhe e ndërtesave të dëmtuara ishte kjo. Jemi në fshatin Ib. Jemi fiks një vit pasi një rrëshqitje shumë e madhe dheu bllokoi aksin rrugor të rrugës së re që po ndërtohet Tiranë-Elbasan, por duke dëmtuar edhe shumë shtëpi. Aktualisht, në momentin ku jemi, e njëjta situatë si një vit më parë është edhe tani. Masivi dheut është prapa krave të mi dhe ju mund ta shikoni mjaft qartë. Asgjë s'ka ndryshuar. Në këtë situatë, mjafton që një mot i keq, një ditë e tërë me shi, mund të shkatërroj përsëri rrugën dhe mund të dëmtojë sëri shtëpitë. Gërmadha dhe shtëpi të plasaritura. Nëse mendoni se kjo është gjendja e një vendi i cili ka psuar goditje nga ndonjë tërmet, gaboheni. Janë familjet dhe bizneset e banorëve që jetojnë në Ib, pikërisht ata që para një viti ngelen të pastre. Prapa meje shikoni një ndërtesë që normalisht që si pasojë e rregullimit të rrugës është shkatërruar e tëra. Kjo ndërtesë më përpara ka qenë një dyqan. Familjarët që punonin në këtë biznes janë larguar duke ngelur kështu pas një lloj puna. Ish pronari i këtij dyqani, edhe pse ka humbur një punë dhe rrjedhimisht është dëmtuar nga ana ekonomike, për rreth një vit ka kërkuar ndihmën e shtetit dhe asgjë nuk ka gjetur zgjidhje. Tani më ai ka humbur shpresat se ky shtet mund të dëgjojë zërin e tij. Për këtë arsye ai edhe nuk planon të prononcohet për median. Panorama e kësaj rruge do tregon mjaft qartë se si kanë përfunduar bizneset e kësaj zone. Të gjitha janë të mbyllura. Përveç prishjes së ndërtimeve, këta banorë të kësaj zone kanë ngelur të papunë. Sipas premtimeve të bëra, natyrisht këto familje duhet të ishin të strehuara diku gjetk, në një vend të sigurt. Por asgjë e tillë nuk ka ndodhur. Banorët e Ibës janë akoma njerëz që jetojnë në kushte të vështira dhe ku frika nuk largohet, pasi situata nuk ka asnjë zgjidhje. Masiv të mëdhenj dheu janë përballë syve të tyre. Njësoj sikur çdo mëngjes i thon rrezikun e keni përpara jush, pasi mjafton vetëm një ditë me shi dhe situata e këtyre familjeve bëhet e pajetueshme. Për të parë më nga afër situatën në të cilën ndodhen këto familje, ne jemi në një nga shtëpitë e dëmtuara dhe do të flasim më konkretisht për situatën me një nga familjarët e kësaj familje, me Emilianën, i cili do të tregojë më tepër për këtë situatë. Në radh parë faleminderit që na pritet në shtëpinë tënde. Të lutem, mund të më tregosh pak më tepër për situatën, për sa kohë jeni në këtë gjendje? Po bën një vit që jemi këtu, kam qenë në Itali përpara, tash i kam marrë dhe gjetur komplet katastrofë. Tash leje që ty marrin në shtëpi s'na japin. Dëm shpërblema si gjolek që të rrim vend tjetër për shembull kështu s'na japin as lloj mundësie. Po bën një vit që është kështu, s'dim ç'a bëhet si gjoht. Në fillim na jepshin lekët të qerave që mos rishim më këtu se nuk marrin përgjegjësi, është keq fare situata. Tash po bën një vit që s'dim më si gjoh, na kanë lënë këtu leje që ty marrin në shtëpi s'na japin. Po s'dim ku të shkojmë, mund të detyrohet futëm. Këtu është shumë keq që të bin gurët, trashkasit. Po kështu të gjitha e dhe këtu është shumë keq. Për sa kohë ju dhanë lekët për qeran? 3 muaj më duket kështu. Dhe më pas? S'dim më si gjoh. Çfarë ka ndodhur me shtëpinë tuaj? Më tregove që muret janë të plasaritura? Po, ka marrë 3 ditje, është kris muri komplet, është fut, ka hyrë edhe ujë me këtë dheu në mrena. Shumë keq. Ty nuk të lejohet jetosh këtu apo jo? Jo. Si ja bën? Po s'di ku të shkoj, s'më kanë dhënë
S'më kanë thonë asnjë gjë, s'di ku të shkoj, detyrohet futem, çat të rri rrugëve. Jeni ankuar diku, keni folur për shqetësimin tuaj, çfarë ju kanë thënë? Drejtoria rrugëve s'japin asnjë lloj përgjigje. Hiç. Jo se është njëri, thonë, hajde ditën tjetër, jo se është tjetri. Vetëm duke na rrejt kështu kot. Si ja bën për të jetuar këtu, se kushtet nuk janë normale? Ashtu Ke frikë se mund ndodhi diçka tjetër? Çfarë do bësh? Emiliano, në qoftë se situata vazhdon kështu nuk keni përgjigje nga shteti, çfarë do të ndodhë me juve, çfarë do të bësh? Nuk e di, do bëj drejtësi vet, po s'mori shteti, nëse shteti s'bën asnjë gjë, Po çfarë do bësh? Ti nuk të lejon të jetosh këtu sepse është një zonë e rrezikshme. Detyrohem, po më detyrojnë po më fusin rrugë të keqe më zdar tash, Pse? Për çfarë në rrugë të keqe? Për të gjitha, këtu strejec. Dëm shpërblim asnjë gjë, drita s'kam. Shumë gjëra. Zonja Isha është një tjetër banore, e cila nuk e fshes zemërimin e saj. Djemtë e saj për vitesh jetojnë në Greqi. Janë ata persona të cilët me punë, mund dhe sakrificë ka ndërtuar një shtëpi në Shqipëri. Aisha shprehet se djemti ishte rrallë një herë në 2 vite dhe se mundi i tyre i derdhur në këtë vend po i shkatarohet dhe se askush nuk mendon të ndërhyj, që ajo çka u bë të mos përsëritet më për këto familje. Ju jeni një nga familjet që jeni prekur nga dëmtimet që ka shkaktuar rregullimi i rrugës. Çfarë ju ka ndodhur? Pombën e madhe të ujtë, shef depozitën? Ma ka marrë ujtë. Në radhë dytë më ka lavatriqen, që më ka shu, në radhë të tretë, pulat, janë leprat që mi ka përmët, që më ka ra ujtë. E ne, plaçka që kom pas këtu për para, që kom pas të në shesh, mi lafe, mi ka pshin. E shefti, ma ka pas shem port në madhe. E më ka huth në rrugët, pyq njës për zbestove. E ne mi ka pshin ujtë, që më ka hy ujtë gjithë për në shkallët, për po, ma ka shu gjithë këto. E ne këto që kom pas shu gjonat vogla plaçka këshu, këto. E ne 2 tapetat e më dhoja, këtë tash ty, që mi ka pas përmët 2 tapetat. Më thej që ke shumë kohë që merr punëtor që pastrojnë dheun sipër. Kam pagu me miliona bëhe sa vjetë kur kanë harë qunat për i Greqie, kanë marrë i skotë madhe e kanë pagu, a 400.000 lekë i kanë pagu pare, që më kanë hekë dhejën, vetëm i herë. Lekë kam 3 herë, që hekë së mjetë dhejë. 3 herë që kam punëtorët, që ju marrë makinën, e para ca diqë, që ra se me ra kjo, ra i fortunë e madhe, e ne mora makinat e më dhoja, që më kanë hekë dhejën. I me përsita, e si që peve, e në një këto mu kanë dëmtu, mi lafe gjona që mi kanë ashu, kam marrë punëtor, kam shpenzu jashtë mase punëtor me paret. Ju ka ardhur ndonjë nga shteti ose nga firmat ju ndihmoi për dëmet që ka shkaktuar? Ja, s'm ka ardhur deri. Pas ardh greku vjet mu, ana si gjon. Ardh nej pa, i thash mu ka më këto, mu kam bua përmytje. Pa, as i gjon. As dhesart më heki, as i gjon. Bëhe sa mora punëtorët, e më lodha dhe e në trumbat. Po nga shteti, ka ardhur dikush nga shteti? Ja, s'm ka ardhur. Askush. Si që shihni vetë, të më kanë përmët, jo plaçkat që kam pas aty, jo mil, jo berë këshu që më ka përmët mil e aty, jo këto vesh mafje gjona që më kanë pas përmët që mi pshini ujtë, se pa hyni dhe jazë të hynë për më. E në këto. Në shtëpi ju ka shkaktuar dëmet të tjera? Në shtëpi, to elektriket që kam pas 2 tapetat e më dhoja, kurse karriket mi lafe ishin në shumë, tapetat kanë qenë shtru, mi ka pas hynë dheja, ujt, mi ka dëmtu. Zonja Isha ndjeshe rrezikuar që jeton akoma këtu sepse rreziku mund të përsëritet? Po, jam gjumi natës, nuk më zë. Njeriu në këtë jetë mësohet me çdo gjë, madje edhe me të jetuarit mes rrezikut. Çfarë ju ka ndodhur juve konkretisht me shtëpinë? Është dëmtuar shtëpia? Janë krismuret. Kjo dhe je këto vite deri poshtë. Vjen ujtë i malit këtë poshtë, ke frikë djeri shi. Tashe, frika isha që kur isha më përpara, po o mësum... Do shërblim për dëmet që janë kënosu keni marrë? Vetëm 1-2 muaj kemi marrë. Më mbrapa ja?
Po dikush që të vitë ju shikoj si situata? Jo, asnjë. As se ka pas menjen kush. A ndjeni rrezik për shembull po të bie shi prap, në këtë një kohë moti keq? Po frika ishte shumë, po tash u mësuam se gjeja ka i vit. Shefik Sinani nga Elbasani para shumë vitesh bleu një tokë në Ib për të ndërtuar një shtëpi ku do të jetonte me familjen. Zoti Sherif na tregoi për atë çfarë i ka ndodhur me familjen e tij, por mbi të gjitha ai kërkon që qeveritarët që kalojnë çdo ditë në këto rrugë të mendojnë për këta njerëz. Ndërrohet si televizion, se deri tash nuk kemi parop gjallë, përveç firmës ndërtuese, që ka të drejtën për të ndërtuar rrugën. Ka ardhur një djalë i ri edhe është kontraktor apo kush mund të jetë drejtor i firmës teknike, drejtuesi i firmës teknike. Edhe na ka thonë që do t'ju japim. Ju kanë dhënë gjë? Jo, deri tash jo, dhe ka thonë çfarë domi do t'ju përgjigjemi ne. Të vetëm gjën që kam mbledh dheun me një fadrom këtu, që ka shkuar rreth një 50.000 lekë të reja 500 vjetra, që mund të themi. Të paktën thash kërkonim këtë, edhe nga drejtoria përkatësa apo ministria përkatësa kush mund të jetë, që ka lot paktën ai Zvens Ministe, kush është drejtori rrugëve. Ka kalu këtu edhe nuk është interesu i herë që çashu, se të paktën e di nga ka ardhur kjo. Kjo është e gjitha. Është rasti i tretë që ndodh. Është siç e shikoni vetë. Rasti i tretë dhe vetëm nga rregullimi që po bëhet nga rruga. Është vetëm nga rruga. Kjo ishte e gjitha. Çfarë kërkoni nga shteti në këtë situatë që jeni? Paktën të interesohet një njeri gjallë herë që për gjitha këto investime, shikon jemi me leje ndërtimi, nuk jemi as kush është mbrek Lanza ku mund jemi. Janë gjitha me leje ndërtime, nuk ka ardhur një njeri të interesohet herë nga shteti. Drejtoria përkatëse e thash edhe herë apo ministria kush mund të jetë ajo. Po kompania vetëm në fillim një herë ju erdhi dhe nuk ka ardhur më. Kompania e kërkon shteti. Ne kërkojmë nga shteti jon. Nga kompania e kërkon shteti. Jeni ankuar diku? Patjetër kemi shku ke zyrat e këtyre. Kam ndalu dhe njëra atë kush jetë ai Xhika çfarë është ai? Nuk e di. Aty është xhaxha im. Si më shikoni është proces gjyqësor, sa është me leje ndërtimi dhe gjithë përmbytja ka ardhur nga firma. Për sa kohë është në gjyq? Mund të ketë një vit e gjys, kjo kur ka ndodhur përmbytje. Ka marrë ndonjë dëm shpërblim? Jo, në proces gjyqësor. Po. Edhe mund ta shikoni çka kishim këtu na nxorri, po të pak në vërtet ishte interesu nga shteti dikushi. Vi nga shteti. Ju jeni në punë? Normal, që unë punë dhe këto vëllezër që ka investuar janë në Greqi dhe gjitha investim. Shikoni është kot. Një autostradë që sipas tij më shumë solli probleme se zhvillim apo punësim siç u premtua. Ndërprerja e këtyre punimeve dhe punët jo të bëra siç duhet kanë sjellë edhe problemin e turbinave të shkatërruara që shpeshherë sjellin përmbytje. Tash i gjithë problemi vjen nga sipërfaqja e madhe që është mbledh ujë në një pikë. Nga 5-6 turbina funksionale që ishin është vetëm kjo. Edhe kjo sjell gjithë përmbytjet që kemi. Jo vetëm familjet në Ib, ka edhe shumë biznese të cilat janë prekur nga ky fenomen. Një infrastrukturë komplet e papërshtatshme ka bërë që pasojat të jenë të rënda, duke sjellë edhe dëme të mëdha ekonomike dhe jo vetëm. Teksa u ndalëm në Ib, takuam pronarin e një restoranti, zotin Valter, i cili na shpjegoi një tjetër problematik. Lokali i tij si pasojë një rrjedhje të ujrave her pas here përmbytet dhe për këtë akoma nuk ka një zgjidhje. Edhe pse siç thot Valteri, shumë qeveritarë kanë parë gjendjen dhe akoma nuk kanë zgjidhur asgjë. Valter, ti në zonën e Ibës ke një biznes tëndim. Për te problematikës që shumë shtëpi janë dëmtuar po dhe biznese, ka dhe diçka tjetër që ma the pak më shparë. Mund ma shpjegosh pak më saktësisht? Po, kjo është turbina ujit, si shtonë ato, edhe është pa përfundume, se duhet ishte izoluar komplet poshtë, edhe si që shefti do më thonë, edhe dhejura ka rështit komplet ajo atje, vetëm nga ujti nga presionet që vjen shumë shira. Sa herë që është bllokuar rruga këtu, kjo është problemi kryesor. Që bllokohet rruga se sjell mbeturinat normale, dherat dhe ato. Problemi i turbinës që kanë lëri pa përfundum, dherat sjell jashtëmase, guret që bllokohet rruga është komplet përfaqë në kësaj, që është pa përfundume edhe
Edhe pjesa që ka rështit komplet, kjo pjesa dheut të fokusohet edhe atje, që ka shtarje dheut në mënyrë vazhdueshme, sepse nga ura, nga shiu, është e përditshme kjo gjë. Desa dhe shkojnë nuk e din, desa bllokohet në ditë rruga fare. Keni parë dikë që të vitet të bëjnë ndonjë investim për ta rregulluar apo kështu është situata? Jo, ne jemi janë ku disa herë mundësisht për te dhe standardë, jo që të vinë vetë, kështu që nuk e di si do të shkojë kjo punë. Situata është rrezikshme apo jo? Shumë problem, po, shumë problem. Është bllokuar disa herë rruga nacionale Tirana-Elbasan pikërisht për te. Rruga. Është bëhe madhe, është bëhe mediatike, kanë vinë ato të kontraktorit, aktorit, ato që janë. Do bëjnë, po, asgjë. Në biznesin tënd ke pasur probleme nga ndërtimi i rrugës? Çfarë problemesh? Ajo dheu që vjen, ato që thash, komplet të pjesa lulishe që është tu, del bllokohet, komplet del në rrugë, se në mënyrë tjetër me dalë në rrugë nuk ka rrugë. Vetëm nëpërmjet pjesës tu. Si ja bën kur të bëhet një dëm i tillë? Po, kam pastru vetë me mjetet e mia, me mundësi me duhet paguaj. Shumë, biles. Çfarë bëjmë? Jemi anku disa herë, nuk na merr një për bazë sikur. Po kemi çu dërtesa tu te kompania që po të ndërtoj rrugën, se për ofertë atyre është kanë marrë masat, do vim ka Ministria e Transporteve, kanë ardhur vetë ministri këtu, kanë ardhur gjithë, domethënë edhe ai ministri aktual që është tash edhe prap. Pasi pamë nga afër gjendjen në fshatin Ibi, u drejtuam zyrave të zonës administrative Bërgjit për të takuar administratorin zotin Refik Velia, i cili konstatoi shqetësimin e ngritur nga banorët e Ibës se gjendja nuk ka ndryshuar pas një viti. Dhe gjendja në terren është, siç shikohet realisht sot, është ajo gjendje që ka qenë diku një vit më parë. Aktualisht nuk është vepruar përveç se 2 muaj, domethënë që kanë marrë qira nga autoriteti që ka lidhur kontratën me këtë banor dhe janë rikthyer përsi në baneset e tyre me të drejtën bani për arsye se nuk kanë marrë të drejtën e pagesave të qirave për ato banese ku ishin. Aktualisht situata aty është e agravoar. Pritet nga dita në ditë që mund të ketë rrëshqitje. Pavarësisht që është gjetur një stabilitet nga ana natyrale e këtyre formacioneve mbi bazën e një bivendosje që është krijuar, por që pa një studim të mërfjellë teknik dhe gjeologjik nuk mund të veprohet. Zoti Velia këtë problematikë ka drejtuar edhe autoritetit rrugor shqiptar. Kemi komunikuar edhe me autoritetin rrugor shqiptar lidhur me curinë e punimeve. Në dijenin time, mesazh më është thënë nga autoriteti, nëpërmjet drejtorit të projektit në këtë sektor, më është thënë që së shpejti do fillojnë punimet mbi bazën e një projekti që është ndërtuar, një projekt i ri, që ka marrë parasysh gjithë skemën e mbrojtjes nga kjo rrëshqitje e madhe që ka ndodhur, dhe mbi bazën e kësaj pastaj edhe banorët do të shikojnë ecurinë e veprimeve në përgjithësi. Aktualisht nuk është vepruar. Arsyeja dihet që janë teknike, do të zgjidhet anë teknike të problemit, pastaj të veprohet edhe zgjidhjen e problemit edhe të banorëve. Njerëzit janë në mëshirë të fatit, shprehet zoti Velia. Fati i këtyre njerëzve aktualisht është pikpyetje dhe mëshirë e Zotit. Të diskutojmë për momentin. Si shumë shqetësime të tjera, kombanat në vendin tonë bien vetëm kur ndodh fatkeqësia, por urojmë që dikush të dëgjojë hallet e këtyre njerëzve, të cilët nuk kërkojnë lëmosh, por kërkojnë që shtëpitë e tyre, bizneset e tyre, mos të dëmtohen më dhe se qeveria të marrë përsipër përgjegjësitë e saj sa nuk është vonë.